Përshëndetje nxënës, mirë se erdhët në e-klasa. Sot do të flasim për një temë shumë interesante nga lënda e matematikës. Thyesat. Qëllimi i kësaj ore mësimore është që nxënësit të ndajnë një tërësi në pjesë të barabarta. Nxënësi të gjej pjesën e ngjyrosur dhe të pangjyrosur të një tërësie dhe të njëjtën mund ta paraqesë me anë të thyesës. Nxënësi dallon barabartësinë ndërmjet thyesave dhe nxënësi din dhe sqaron se kush është emëruesi dhe numëruesi dhe çka tregojnë të njëjtat. Pra, e dim që thyesa është pjesë e tërësisë ose e një sasie. Ju nxënës të dashur, të njëjtën gjë çka do ta bëjmë tani ne, mund ta bëni edhe në shtëpitë e juaja, duke marrë një fletë, laps, gomë, gjyrë dhe gërshërë, të njëjtën mund ta bëni edhe vetë. Kemi një rreth. Kjo është një e plot. Tani, do ta ndajmë në dy pjesë të barabarta. Rrethin, që e kemi ndarë në dy pjesë të barabarta, njëra pjesë, tjetra pjesë. Tani do ta ngjyrosim njërën pjesë. Do të thotë, një pjesë është nga dy pjesët e barabarta, njëra është e ngjyrosur. Këtë me anë të thyesës do ta paraqesim në këtë mënyrë. Një e dyta e pjesës së plot ose gjysma e ngjyrosur. Dhe pjesa tjetër, një e dyta e pjesës së pangjyrosur ose gjysma e pangjyrosur. Këto të dyja së bashku, kur do t'i bashkojmë, formojnë një e plot. Tani, thyesën që e shikoni, do të mësojmë se si secila pjesë e kësaj çka tregon ose si quhet. Fillojmë nga vija. Kjo vijë quhet vija thyesore e një thyese. Numri poshtë na tregon ndarjen e figurës, në sa pjesë është e ndarë dhe ndryshe quhet emërues, ndërsa numri lart na tregon pjesën e ngjyrosur ose ndryshe quhet numërues. Pra edhe njërë të përsërisim. Vija thyesore e kemi këtu, numrin poshtë pjesët e ndara të një figure dhe numri lart pjesën e ngjyrosur. Tani kemi një drejtkëndësh dhe e kemi ndarë në 3 pjesë. Nga 3 pjesët, njëra pjesë është e ngjyrosur. Këtë me anë të thyesës e paraqesim një e treta e pjesës së ngjyrosur. Ndërsa 2 e treta është pjesa e pangjyrosur, këto të dyjat së bashku na formojnë 3 të tretat ose një të plot. Pra edhe njerë, drejtkëndëshi është ndarë në 3 pjesë të barabarta, njërën e kemi të ngjyrosur, një e treta, dhe 2 kemi të pangjyrosura, të cilet paraqiten si 2 të tretat, këto së bashku formojnë 3 të tretat ose një të plot. Kemi një drejtkëndësh tjetër, i cili është i ndarë në 4 pjesë të barabarta, nga të cilat 2 janë të ngjyrosura. Këto, me anë të thyesës, mund t'i paraqesim në këtë mënyrë. 2 të katërtat. 2 të katërtat e pjesës së ngjyrosur dhe 2 të katërtat pjesa e pangjyrosur, të cilat së bashku formojnë 4 të katërtat ose një të plot. Në vazhdim kemi e sata pjesë është e ngjyrosur. Kemi një rreth. Tani duhet të shohim sa pjesë janë të ngjyrosura dhe si paraqitet kjo me anë të thyesës. Shohim, numërojmë sa pjesë është i ndarë rrethi. 1, 2, 3, 4, 5. Do thotë ky rreth që ka i ndarë në 5 pjesë. Do të shikojmë tash sa pjesë janë të ngjyrosura. 1,
2. Do thot, nga 5 pjesët e rrethit, 2 janë të ngjyrosura. Këto me anë të thyesës paraqiten si 2 të pestat. Pra, numri i lartë na tregon pjesën e ngjyrosur dhe quhet numërues, numri poshtë pjesët e ndara dhe quhet emërues. Tani, që të shikojmë edhe pjesët e pangjyrosura, si do t'i paraqisim me anë të thyesës, shënojmë 3 thye për 5. Pra, 3 thye për 5 është pjesa e pangjyrosur. Do thot 2 thye për 5, 5 pjesa e ngjyrosur dhe 3 thye për 5 pjesa e pangjyrosur, së bashku formojnë 5 thye për 5 ose 1 të plot. Kemi drejtkëndërshin tjetër në vazhdim, i cili është i ndarë në sa pjesë. Do të shikojmë tani. Numërojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pra, ky drejtkëndërshin ka i ndarë në 9 pjesë të barabarta. Ose, ta përdorim tabelën e shumëzimit, mundemi në këtë mënyrë. Shohim vertikalisht sa ndarje janë. 1, 2, 3 dhe horizontalisht 1, 2, 3. 3 herë 3 bëjnë 9. Pra, ose me anë të mbledhjes, ose me anë të shumëzimit, do të mund të gjejmë në të dyja mënyrat në sa pjesë është i ndarë kjo figurë ose ky drejtkëndësh. Tani e kemi sa pjesë janë të ngjyrosura. Të ngjyrosura janë 1, 2, 3. Pra, nga 9 pjesët, 3 janë të ngjyrosura. Këtë me anë të thyesës e paraqisim si 3 thye për 9. 3 pjesë janë të ngjyrosura, 9 pjesë është e ndarë figura. Do thot numri poshtë quhet emërues, numri lart numërues. Tani do të shikojmë nga 9 pjesët, 3 janë të ngjyrosura. Sa janë të pangjyrosura? Do thot 9 minus 3 në ngelin 6. Dhe kjo paraqitet si 6 thye për 9. 6 pjesë janë të pangjyrosura dhe këtë paraqisim 6 thye për 9. Këto të dyjat së bashku formojnë 9 thye për 9 ose 1 të plot. Tani kemi tabelën e ndarjeve, se si 1 plot mund të ndajmë në 2 pjesë, në 3, në 4, në 5, në 6, në 8, 10, 12. Tani në këtë tabel mund të shikojmë edhe thyesat e barabarta ose ekuivalente, cila është me cilë. Kemi 1 të dytat, e cila është e barabartë. Këtu të ndarjet me 3 nuk mundemi, shohim të 4 ndarjet. Do të thotë 1 dyta është e barabartë me këtë pjesë, e cila është 1 thye për 4 plus 1 thye për 4 bëjnë 2 të katërta. Do thotë 1 dyta është e barabartë me 2 të katërtat. Këtu të 5 ndarjet nuk mundemi. Shkojmë të 6. 3 pjesë nga 6 bëjnë 3 thye për 6, të cilat është e barabartë me 2 thye për 4 dhe 1 thye për 2. Tani kemi 8 ndarjet. 4 pjesë nga 8, do të gjysma e 8-ës është 4. 4 thye për 8 është e barabartë me 1 dyta, me 2 të katërtat, me 3 të gjashtat. Kemi 10 ndarjet, gjysma e 10 ndarjeve janë 5. 5 të 10-at është e barabartë me 4 të 8-at, me 3 të gjashtat, 2 të katërtat dhe 1 e dyta. Dhe në fund kemi nga 12 ndarje, gjysma e 12-ës është 6, që është 6 thye për 12, që është e barabartë me 5 thye për 10, 4 thye për 8, 3 thye për 6, 2 thye për 4, 1 thye për 2. Shkojmë në vazhdim. Detyra thot, cili është emëruesi dhe numëruesi që mungon? Kemi 2 katrora, të cilat, si që shikoni,
kanë pjesë të ngjyrosur të barabartë, ndërsa ndarje të ndryshme. Çka kërkohet? Figura e parë është e paraqitur 3 thye për 5, do thotë është e ndarë katrori në 5, nga të cilat 3 janë të ngjyrosura. Figura e dytë, çka kërkon? Do të thotë kërkon sa është numëruesi. Në këtë rast, do të thotë pjesën e ngjyrosur, pjesën e mëruesin ose ndarjen e kësaj figure e kemi, që në ka 10, dhe sa janë të ngjyrosura. Do të thotë, dallimi këtyre dy figurave, figura e parë i ka 5 ndarje, ndërsa figura e dytë i ka 10 ndarje. Do të thotë gjysmë më shumë se e para. Me atë rast, automatikisht numrin 3 e shumëzojmë herë 2, i cili na del numri 6. Do thotë 5 herë 2 bëjnë 10, 3 herë 2 bëjnë 6. Tani ti numërojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra 6 i pas kemi të ngjyrosura. Figura tjetër. Na mungon emëruesi, më falni. Emëruesi. Numëruesi që në ka 4, figura e parë kemi 2 thye për 4, do të nga 4 pjesët që është e ndarë, 2 janë të ngjyrosura, dhe te figura tjetër 4 janë të ngjyrosura, do të 2 herë 2, 4, që ta gjejmë sa është emëruesi, do të shumëzojmë 4 herë 2 është e barabartë me 8. Tani ti numërojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra që në kanë 8. Dhe kështu arritëm në fund që si detyrë shtëpie unë ju kisha preferuar të vizatoni 4 figura dhe të njëjtat t'i ndani dhe t'i ngjyrosni në këtë mënyrë. Do thotë figurën e parë 1/2, e dytën 3/4, e treta 4/6 dhe 4/5/8. Do thotë figurën e parë do ta ndani në 2 pjesë, një do ta ngjyrosni, të dytën 4 pjesë, 3 prej të 4-ve do t'i ngjyrosni, dhe figura e tretë në 6 pjesë, 4 do t'i ngjyrosni, figura e katërt 8 pjesë, 5 do t'i ngjyrosni. Kështu arritëm në fund, nxënës të dashur, mirupafshim deri në takimin ton të ardhshëm.